Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Ju uroj një ditë super të bekuar, ndërsa unë jam duke përjetuar emocionet e meditimit të ditës së sotme. Pasi sot do të ndaj për ju shëmbulltyrën që njihet si zemra e ungjillit, shëmbulltyra e birit plank prishës. Kur Jezusi tregon këtë histori, pra këtë shëmbulltyrë, njerëzit dëgjojnë dhe me shumë mundësi secili prej dëgjuesve e vendosi veten e tij në pozicionin e birit plankprishës, ose birit krenar në shtëpi, ose një babaj të dhemshur i cili pret kthimin e birit në shtëpinë e tij. Historia vjen kështu. Kur ishte ende larg, i ati e pa dhe pati dhemshuri, vrapoi, u hodh në qafë dhe e puthi. Në këtë shëmbulltyrë nuk na flitet vetëm për një bir që largohet, por për një atë që nuk pushon së dashuri birin e tij të humbur. Biri kishte humbur dinjitetin, pasurinë, identitetin, por ati nuk humbi kur dashurinë dhe dhemshurinë e tij për birin e vet. Ai gjithnjë pret kthimin e birit të tij në shtëpi. Një figurë historike që e mishëron, realisht e mishëron këtë shëmbulltyrë është shkrimtari i famshëm rus me emrin Fyodor Dostojevski. Madje në romanet e tij ai portretizon këto tema kaq të mëdha dhe kaq të rëndësishme si shpengimi, falja, dhemshuria, shansi i dytë, rinisja e jetës nga e para, restaurimi, sepse ky person vet kishte kaluar përmes varfërisë, burgosjes, sëmundjeve dhe një varësie të skajshme nga bixhozi. Dostojevski e njoh thellë errësirën e shpirtit njerëzor, por gjithashtu fuqinë e mëshirës. Ai shkroi: njeriu nuk është kurrë kaq i bukur sa në momentin kur falet. Tek vëllezërit Karamazov, ai flet për rikthim, për falje, për dashuri të pamerituar. Ai kishte kuptuar që njeriu nuk shërohet nga ndëshkimi, por nga mëshira. Ndaj miq, më lejoni të ndaj për ju këtë ditë disa të vërteta që dua të qëndrojnë. E para, mëkati largon, copton, shkatron marrëdhëniet, shkatron jetën njerëzore, por dashuria gjithnjë pret. Biri largohet për të gjetur liri dhe përfundon në skllavëri. Çfarë paradoksi? Ati qëndron për të ruajtur dashurinë dhe përfundon duke restauruar dinjitetin. Së dyti, pendimi nuk është turp, por është kthim në identitet. Biri është e vërtet që nuk kthehet si hero, por si një enë e thyer balte. Ati, nga ana tjetër, në shtëpi nuk e pret si shërptor, as si sklav, por si një bir. E vërteta e tretë, hiri nuk negocion me të kaluarën. Ati nuk pyet ku ishe, çfarë bëre. Ai thot: tani u ktheve. Agustini do të shkruante: Perëndia nuk lodhet duke falur, ne lodhemi duke kërkuar falje. Shoqëria jonë është e shpejtë për të dënuar, për gjykuar dhe ngadaltë në të falur, në dhënien e një shansi të dytë, në restaurim. Ne ndërtojmë identitete mbi gabimet e të tjerëve. Mirëpo Dostojevski na kujton: nuk ka asgjë më njerëzore se sa të jesh i falur. Filozofja gjermane me emrin Hannah Arendt shkruante: falja është fuqia që i jep njeriu një fillim të ri. Pa falje, njeriu mbetet i burgosur i së kaluarës së tij, ndërsa me faljen ai rilind. Lejoni të ndaj disa pyetje për të gjithë ju. Ku jam unë sot? Me cilin e identifikoj veten time në këtë shëmbulltyrë të Jezusit? A jam biri që është larguar nga shtëpia e atit? Apo ati që pret kthimin e birit në shtëpi? A besoj se mund të kthehem pa përjetuar dhimbjen? A jam unë dikush që mban derën hapur për të tjerët? Në familje, në kishë, në shoqëri, në komunitetin e njerëzve, ne kemi nevojë për më shumë etër që presin dhe më pak gjykatës që dënojnë. E natyrisht, më shumë bi dhe bia plankprishse që kthehen në shtëpinë e atit, i cili i do. Miq, ju ftoj që së bashku të lutemi këtë mëngjes. Ati dashur, unë të falenderoj ty për këtë shëmbulltyrë, e cila
mbush zemrën time plot me shpresë. Të falenderoj për thirrjen e Ungjillit, thirrjen që ti drejton të gjithëve nëpërmjet shëmbulltyrës së birit plankprishës, të kthehemi në shtëpinë e Atit ton qiellor, i cili na do, i cili na pret me dëmshuri dhe jo me shkopin e gjykimit për të na dënuar apo gjykuar. O Zot, lutemi që nëpërmjet kësaj shëmbulltyre ti të çosh mesazhin dhe sinjalin e pajtimit, të faljes, të shpresës, të rimkëmjes, të restaurimit, të një shansit të dytë për të rinisur jetën nga e para. E kjo jetë njerëzore mund të rimkëmbet nëse kthehemi tek ti dhe nisim udhëtimin ton të besimit. Të falenderojmë o Zot që ti na do, e ti pret kthimin e plankprishësve në shtëpi. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq, Zoti me ju sot. Uroj kthimin sa më shpejt në shtëpinë e Atit qiellor, duke nisur një udhëtim besimi nëpërmjet Krishtit, Zotit ton. Zoti ju bekoft, mezi pres t'ju takoj sërish nesër.